Ајдари постави прашање за вице-премиерот Изет Меджити за тоа докаде е законот за равноправна застапеност. Не се спротиставивте на укинувањето на балансерот, а повеќе од 9 месеци не сте го донеле овој закон, рече Ајдари. Nëse nuk e keni sjell në kuvent ligjin për përfaqësim të drejtë, nuk e keni paraqitur në publik dhe as e tregoni saktësisht kush është në grupin e punës, realisht ne po pyesim për kë po punon ky grupi punës, për shqiptarët, për balansimin e sistemit, apo për një normalizim të diskriminimit të heshtur që tani po duket I pranueshëm edhe përfaqësuesve shqiptar në qeveri. И самите вие од ДУИ дадовте мислење дека на балансерот му поминал рокот, а сега за прв пат ќе има закон со кој ќе се уреди правичната застапеност, одговори Меджити. Edhe unë si zonës kryeministër, që së shpejti do kemi për herë parë në maqeni zgjidhje ligjore, ligj të veçantë për përfaqësim adekuat në administratën shtetërore dhe publike, dhe sa për informim pra këtë grup pune, domethënë veç unë dhe zoti Fetaj, bashkë me ekspert nga gjitha subjektet që janë pjesë. Ајдари се надоврза на оваа тема и му постави прашање на министерот за социјална политика Фатмир Лимани за тоа зошто не се вработуваат албанци во институциите, а наместо тоа се предлагаат од други етникуми. Лимани со конкретни примери наведе каде се има назначено албанци. Kur u jepet mundësia të propozoni dikë për një këshill drejtues në vend të ndonjë shqiptari të denj me integritet e përvojë, ju propozoni zotin Stefanović, dhe unë këtu e kam vendimin, punësimin e tij, përfaqësues I një komuniteti serb. Çfarë mesazhi jepni kështu? Një emërimi të cilët e përmendet në Çajir Senaçenka serb. Pa sa për informim, në Butel shqiptar, në Karposh Majski Cvet shqiptar, në Çajir Fidani përfaqësuesi shqiptar, në Qendër përfaqësuesi shqiptar, sërish në Qendër te e keni shqiptar përfaqësuesi, sërish në Qendër Kocur Racin shqiptar. Ајдари го потсети министерот за европски прашања Орхан Муртазани на ветувањата што ги дадоа дека ако не се смени уставот за 6 месеци тие ќе излезат од власта. Тој рече дека периодот од 6 месеци не е за влез или излез од владата, но повтори дека приоритет на владината коалиција е да се најде решение за евроинтегративниот пат.